Përshëndetje edhe një herë. Sot do të vazhdojmë me modulin e radhës. Shpresoj që edhe tek moduli i CapCut-it ato konceptet dhe ato gjërat kryesore të kenë qenë të qarta. Besoj keni ndonjë pyetje ose ndonjë paqartësi ose a e keni praktikuar? Dritares, mirë mbrëmë. Mbrëma. Në fakt, unë them vërtetë nuk e kam praktikuar, e kam instaluar sot sepse kisha probleme me laptopin, me hapësirën, Po, edhe me driverat e kisha shumë të vjetër dhe më ngelet, kam kaluar vetëm videon tënd, më ngelet ta praktikoj dhe nëse do kem diçka do të komunikoj pastaj. e kuptoj. Super, në rregull, pa problem. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Atëherë sot vazhdojmë me modulin e radhës. Pra do të flasim për një nga gjërat më të rëndësishme në social media marketing, që është copywriting, pra mënyra se si shkruajmë në rrjetet sociale, në postimet tona dhe në videot tona. Pra jo vetëm një content që duket bukur, por që sjell rezultate. Do të flasim për formulën hook story call to action, që përdoret në postime dhe në video dhe që është një mënyrë efektive për të ndërtuar postime dhe video. Pra hooku, pjesa që e kemi trajtuar dhe më parë, që ka vëmendjen, pjesa e storytelling, story, që është mesazhi që tregojmë në postimet tona dhe në video dhe që mban interesin, dhe call to action, pra thirrja për veprim. Më pas do të flasim për emotional triggers, pra janë ato gjëra që bën njerëzit të blejnë me emocione dhe që justifikojnë atë arsyen pse ata blejnë. Do të mësojmë se si të përdorim këto emocionet, si për shembull urgjenca, si ndërtojmë besimin, frika se audienca mund të humbasë diçka pasi sheh postimin, dëshira për të arritur një rezultat të caktuar dhe transformime të ndryshme. Do të prekim SEO në Instagram, jo vetëm në Instagram, po edhe domethënë mënyra, koncepti se si trajtohet, mënyra se si shkruajmë, pra se si vendosim keywords në rrjetet sociale, sepse sot rrjetet sociale, jo vetëm Instagrami, po edhe të tjerat janë bërë si një platformë që është si motor kërkimi, pra jo vetëm në Google, por edhe në rrjetet sociale ne e përdorim këtë formë. Pra nëse përdorim ato fjalët kyçe të duhurat, do të arrijmë që njerëzit na gjejnë më lehtë. Pastaj do të futemi tek prompt engineering, që është mënyra se si ne komunikojmë pra me ChatGPT-n ose përdorim ato komandat e duhura të ChatGPT-s që të arrijmë që të marrim idetë, captions, hooks të ndryshme dhe skriptet që do të na duhen për postimet apo për videot tona në rrjetet sociale. Pra nëse i kemi këto 4 pika të forta, atëherë mund të krijojmë një content që ka vlerë dhe është profesional. Atëherë, çfarë është copywriting? Copywriting është më shumë se sa thjesht shkruash një caption apo një shkrim të caktuar apo një tekst reklame, është mënyra se si shkruajmë në mënyrë strategjike dhe me një qëllim të qartë, që njerëzit, pra që të ndikojmë tek njerëzit dhe që t'i shtym ata që të bëjnë një veprim të caktuar. Pra themi që është një shkrim që shet, pra sepse fjalët e duhura e kthejnë ndjekësin ton në klient, është një shkrim që bind, sepse njerëzit duhet të kuptojnë që pse duhet na zgjedhin neve dhe jo dikë tjetër, dhe është një shkrim që nxit një veprim të caktuar, sepse kontenti i mirë i bën njerëzit domethënë që të klikojnë, të komentojnë apo të ndërveprojnë me përmbajtjen tonë dhe me faqen tonë, me biznesin tonë. Sot në tregun që jemi, jo domosdoshmërisht fitojnë ata që kanë një produkt të mirë, domethënë ose produktin më të mirë, por ata që komunikojnë në mënyrën më të mirë. Pra ato që e prezantojnë më mirë produktin apo shërbimin e tyre dhe transmetojnë ato vlerat, si më thënë, që janë të veçanta për biznesin
që ne kemi, domethënë. Një produkt që është mesatar por me marketing të fortë është ai që shet më shumë se sa një produkt që është shumë i mirë por ka një komunikim të dobët, pra nuk arrin që ta kapi audiencën në mënyrën e saktë. Pra copywriting konsiderohet si mënyra për ta kthyer vëmendjen në interes dhe më pas këtë në besim dhe në shitje. Kalojmë tek formula hook story call to action, pra është formula që ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ta përdorim në rrjetet tona sociale për të tërhequr sa më shumë klient. Pra hooku është ai që ndalon scrolling, storytelling dhe çfarë tregojmë në video është ajo që mban interesin, pasi bëjmë hookun e mirë, dhe call to action në fund që është ajo që kërkon veprimin nga audienca. Shumica e videove, reklamave, captionave që ne shkruajmë e tjerë, janë ato, domethënë që ato që performojnë më mirë janë ato që kanë këtë strukturën të mirë, këtë formulë. Pra hooku është fjalia e parë apo sekondat e para që ne e kemi trajtuar deri tani, por është qëllimi që të kapi vëmendjen dhe t'i bëjë njerëzit të ndalojnë. Storytelling apo pjesa në mes të videos është ajo që mban interesin, pra pasi e morën vëmendjen me hookun, duhet ta mbajmë gjatë videos apo gjatë postimit. Këtu ne mund të tregojmë një problem të caktuar, mund të tregojmë me eksperiencën tonë një transformim të caktuar, një rezultat që mund të ketë një gjë e caktuar, mund të tregojmë këshilla të ndryshme dhe gjëra që e bëjnë audiencën që të vazhdojë ta ndjekë videon në fund, deri në fund. Ndërsa call to action, pra thirrja për veprim, është ajo që duhet i tregojmë njerëzve se çfarë të bëjmë në fund të videos apo postimit. Pra të komentojmë, të na shkruajnë në inbox, të klikojnë një link, mund të themi porosit tani, na ndiqni për më shumë, e tjerë. Pra nëse nuk e kërkojmë këtë veprimin në fund, atëherë shumica e njerëzve nuk e bëjnë, sepse ose harrojnë ose thjesht e shmangin. Pra kjo formulë vlen edhe për Reels, edhe për TikTok, për reklamat që mund bëni me pagesë, për emailet, për captions, për çdo gjë, pra për çdo lloj përmbajtje që ka shkrim apo video apo çdo lloj përmbajtje në rrjetet sociale, kjo duhet të jetë si një lloj strukture që ne duhet ta mbajmë të fortë. Hooks që funksionojnë ne i kemi trajtuar pak a shumë. Pra është ajo arma kryesore ose gjëja kryesore që e fiton atë vëmendje në rrjetet sociale. Për shembull, gabimi që po bën është mos bli këtë pa ditur, 3 sekrete që do duhen ose që duhet të ndjekësh, ja pse askush nuk ta thot. Pra, tashmë konkurrenca është shumë e madhe në rrjetet sociale dhe ato sekondat e para janë shumë të rëndësishme për ne. Dhe siç e kemi thënë dhe më herët, nëse hooku nuk është i fortë, atëherë njerëzit e kalojnë me njëherë videon dhe shkojnë tek konkurrenca apo tek një video tjetër. Sekreti i hookut mirë është ajo që duhet të transmetojë atë emocionin me njëherë. Dhe kjo vlen domethënë dhe në copywriting. Pra më përpara mund ta kemi thënë për videot, por tani tek pjesa e copywriting, tek mënyra se si shkruajmë, edhe kjo mund të përdoret domethënë këto hooks e kanë vlerën. Pra, zakonisht kjo tek shkrimet domethënë funksionon kur nxit atë kuriozitetin, pra e përdorim hookun që ti tregojmë audiencës që dua të di çfarë vjen më pas, pasi lexojmë këtë shkrim domethënë. Mund t'i nxisim atë për shembull sikur po humb diçka, frikën e humbjes, pra mos po humbas diçka të rëndësishme, ose mund t'i tregojmë që në fund të këtij shkrimi ose të këtij postimi ka një rezultat të caktuar që do ta arrijë. Pra audienca e shikon dhe thot e dua dhe unë këtë lloj përfitimi ose këtë lloj rezultati. Çfarë janë emotional triggers? Emotional triggers ndahen në pika të ndryshme, pra është fear, frika, desire, dëshira për të arritur një rezultat siç e thamë më parë, statusi e të tjerë. Pra, një nga sekretet më të mëdha të marketingut është kjo që njerëzit
blejnë domethënë me emocion. Po ta shikosh në rrjetet sociale edhe ne vetë domethënë kur shikojmë reklama të ndryshme, kemi atë ndjenjën e emocionit për të blerë diçka në mënyrë të shpejtë. Pra, duam që ta justifikojmë domethënë atë gjën që na duhet patjetër. Pra, shumë vendime që ne kemi, domethënë blerje kur shikojmë një reklam, nuk po ta shikosh nuk niset nga arsye, pra nga logjika, por nga emocioni. Për shembull, pika e parë fear, frika, është frika për shembull që mund të humbasim një mundësi, mund të humbasim diçka, për shembull për të bërë një zgjedhje të gabuar, mund të bëjmë një zgjedhje të gabuar ose mos të zgjidhim një problem të caktuar. Pra, kur ne krijojmë reklama ose video ose postime, duhet që audiencës t'ja përdorim këtë lloj teknike, domethënë që është diçka që ai s'do ta humbi. Dëshira për shembull është dëshira për të arritur një rezultat të mirë, për shembull më shumë para, më shumë energji, varet nga lloji postimit, nga industria, për shembull më shumë sukses. Pra ja paraqesim që ky lloj postimi, kjo lloj video do ta ndihmojë audiencën që të arrijë këtë lloj gjëje. Statusi, për shembull, duan që njerëzit të ndihen me një nivel më të lartë jetese ose statusi më profesional e tjerë. Pra, këto teknika duhet i përdorim. Belonging është ajo dëshira, domethënë për të ndjerë pjesë e një grupi të caktuar, interese, për shembull një komuniteti ose një trendi. Urgjenca, urgency është ajo që njerëzit domethënë ndihen që duhet veprojnë sa më shpejt, pra oferta mbaron sot, për shembull, vendet janë të limituara ose ka edhe pak stok. Kjo është ideja. Edhe kurioziteti për shembull është që duan që njerëzit për shembull të zbulojnë diçka që nuk e dinë akoma. Pra këto lloj triggers, këto lloj nxitje domethënë mund t'ja bëjmë audiencës që ti të rreqim vëmendjen dhe ta mbajmë në postim dhe në videon tonë. Pra edhe kur krijojmë content, edhe kur krijojmë reklama, duhet që jo vetëm të mendojmë se si do të shesim, por se çfarë emocioni domethënë duhet të prekim tek audienca, duhet ta nxisim. Për shembull, një shembull captioni, një caption i dobët është për shembull ne kemi serum për flokët. Kjo është diçka e përgjithshme dhe që nuk prek një emocion apo diçka të caktuar nga ato emotional triggers. Një caption që do të ishte i fortë, do të ishte për shembull po të bien flokët çdo mëngjes, atëherë ky serum po ndihmon 100 njerëz të rikthejnë densësinë natyrale të flokëve. Për shembull, kjo është që prek ato problemet, prek ato urgjencat që kanë njerëzit, pra dhe ato rezultate që duan të prekin. Pra këtu shohim qartë domethënë atë diferencën midis një captioni që është i zakonshëm, që përdoret domethënë në mënyrë të përgjithshme dhe atij që tregon që audienca ka një emocion të caktuar dhe ka një problem të caktuar që do ta zgjidhë dhe do ta të marrë një rezultat të mirë. Pra, fillon me një problem që prek audiencën, e bën personin domethënë të mendojë që ok, kjo është për mua, kjo është një produkt që më duhet dhe që i jep atë shpresën që do të arrijë një rezultat. Pra, kjo krijon besim tek njerëzit. SEO në Instagram dhe në rrjetet sociale, pra ne mund ta përdorim SEO në Instagram ose në rrjetet sociale, pra nëpërmjet fjalëve kyçe që ne i shkruajmë tek captionat apo tek hooks apo tek skriptet tona, pra në Instagram për shembull i vendosim për shembull në lidhje me profesionin që kemi ose produktin që shesim, shërbimin, e vendosim për shembull në username, në bio, domethënë këto duhet të optimizohen, siç bën domethënë në website dhe në Google për të arritur atë audiencën, përdoren dhe në rrjetet sociale. Pra, këto ndikojnë tek mënyra se si i dalim audiencës. Mund përdoren në captions dhe tek kjo ALT teksti që vendoset brenda në postim, apo tek mënyra se si flasim tek audio. Pra shumë njerëz domethënë e shohin Instagramin jo vetëm si një rrjet social, por edhe si një motor kërkimi, siç e thamë më parë, dhe domethënë për të kërkuar produkte apo shërbime të ndryshme dhe i bëjnë search. Dhe në këtë mënyrë duke vendosur këto fjalë të kyçe, atëherë do të arrijmë që të dalim direkt tek audienca jonë. Sidomos dhe me update-et e fundit për shembull në Instagram që
këto janë të optimizuara që dalin dhe në Google, dhe kjo është një gjë shumë e mirë që na favorizon, që ato fjale që i shkruajmë tek postimet, për shembull tek captionet, do të dalin edhe në Google. Pra produktet dhe shërbimet tona do dalin në Google. Pra profili jon duhet të jetë i optimizuar me ato fjalët kyçe të duhurat, që të marrim sa më shumë trafik. Për shembull, në username, nëse je për shembull një person që për shembull që rregullon flokët, hairstylist, mund të përfshish për shembull emrin berber ose sallon etj etj. Në bio për shembull duhet të tregosh çfarë bën dhe për kë e bën, shërbimet që t'i ofron, produktet që ke. Në captions për shembull janë fjalë që zakonisht audienca i kërkon vetë, qoftë edhe për produktet apo edhe për shërbimet, i kërkon direkt me emër, domethënë, dhe i del postimi juaj. Tek pjesa e ALT tekstit, Instagrami, algoritmi i Instagramit, domethënë, i lexon vetë këto dhe arrin që t'ja shfaqë audiencës. Pra edhe për shkrimet e imazheve dhe të videove ja shfaq audiencës. Pra edhe tek audiot, fjalët që themi në video dhe në audio tona në Instagram për shembull, edhe tekstet në ekran, e ndihmojnë algoritmin që t'ja shfaqi, pra të kuptojë se për çfarë është postimi dhe që t'ja shfaqi audiencës tonë të synuar. Pjesa e prompt engineering, pra siç e tham që është mënyra se si japim komandat ChatGPT-s, do ta analizonin në këtë mënyrë që pra edhe kjo ka një formulë të caktuar. Pra kjo është, domethënë, prompti perfekt që mund t'i kërkojmë ChatGPT-s është përfshin këto pika, që është roli, pra roli që do t'i japim qoftë produktit apo shërbimit apo personit që po shkruan, goali, pra çfarë duam të arrijmë, audienca, toni, formati dhe call to action. Atëherë, për shembull, ChatGPT-s mund t'ja themi në këtë mënyrë, për shembull, vepro si një copywriter expert, pra një person që shkruan, pra që bën copywriting. Shkruaj një caption për serum flokësh, pra siç e përmendëm më herët, për femra nga 25 deri në 40 vjeç, me një ton që është premium, pra është luksoz që tërheq, dhe me një call to action që të nxisi që të bëj porosi. Pra prompt engineering do të thotë që të dish se si t'i japësh këto komandat ChatGPT-s, pra t'ja përcaktosh mirë dhe që të marrësh një rezultat sa më profesional që ta përdorësh tek captionat e tu. Pra shumë njerëz thonë që ChatGPT-ja për shembull nuk është i mirë për t'i gjeneruar këto captionat, por thjesht ja kërkojmë për shembull më jep një caption për këtë gjë në mënyrë të thjeshtë, por problemi është tek mënyra se si ja kërkojmë ChatGPT-s. Pra, duhet ta konsiderojmë ChatGPT si një asistent tonin, pra që na jep ato specifikat që ne duam, domethënë ato udhëzimet, dhe në momentin që ne ja specifikojmë në mënyrë më të saktë ato kërkesën tonë, atëherë ai do të japi përgjigjen e saktë. Pra, jo thjesht një përgjigje të përgjithshme, por të specifikuar për strategjinë që ne kemi dhe postimin që duam të arrijmë. Pra ndaj ne duhet përdorim këtë formulën këtu. Pra, roli është ajo që për shembull si duhet sillet, pra vepro si copywriter expert ose si marketer ose si strategjist kontenti, strateg kontenti, trajner etj. Goali, pra çfarë duam të arrijmë, audienca kujt po i flet, pra femrave 25 deri në 40 vjeç, toni që duhet përdorim, pra toni luksoz, në këtë rast duam të arrijmë diçka që është luksoze, që tingëllon, duket si një diçka premium dhe luksoze, formati që duam të arrijmë, pra lloji i postimit, pra për caption, pra ne shkruaj caption, mund ta përdorim për skripte apo edhe për hooks. Dhe call to action në fund, pra që të nxjisë audiencën që të bëj porosi në fund. Pra, ky prompt tregon domethënë qartë se çfarë ne duam të arrijmë dhe mënyra se si duhet ta shkruajmë këtë caption në mënyrë strategjike. Pra, sa më i qartë të jetë ky prompti, pra komanda që të japim ChatGPT-s,
atëherë aq më i mirë do të jetë dhe rezultati që do na japi ChatGPT-ja. Pra do të na japi qëllim, pra do të na japi domethënë të detajuar atë çka ne duam të arrijmë. Deri këtu kemi ndonjë pyetje? Jo, është okay, është e qartë. Okej, super. Atëherë vazhdojmë me pjesën se si mund ta përdorim ChatGPT-n për social media marketing. Okej, super. Pra, shumë njerëz siç e tham, e përdorin ChatGPT thjesht për më jep një caption ose më jep një hook, por ndalojnë vetëm në këtë gjë. Por ChatGPT mund ta përdorim edhe për shumë gjëra të tjera, pra për hooks, për captions, për ide kontenti, për strategji të mirë fillta që mund na japi ChatGPT-ja, për skriptet për reelsa, për hashtagje dhe për keywords të ndryshëm në fushat tona dhe për strategji mujore, domethënë. Sot ChatGPT-ja funksionon pra si një ekip marketingu. Pra jo vetëm ChatGPT-ja, por të gjitha mjetet AI, siç mund të jetë dhe Claude dhe mjetet e tjera AI, pra na ndihmojnë që nga pjesa e idesë, së kontentit deri tek pjesa që se si të ndërtojmë strategji mujore. Pra, për shembull mund ta përdorim për hooks, për shembull na jep ide për hapjen se si mund bëjmë domethënë ta tërheqim vëmendjen në mënyra të ndryshme në sekondat e para. Për shembull më jep 10 ide virale, më jep 10 hooks virale etj etj. Për këtë lloj teme. Tek captions, siç e tham domethënë, jo thjesht për një tekst të përgjithshëm, por për një caption të mirë strukturuar, siç e përmendëm më herët, që tregon një problem të caktuar, një specifik të caktuar dhe për të ndërtuar atë besimin dhe që ta bëj audiencë që ta tërheqë dhe të finalizojë domethënë shitjen. Për ide kontenti, mund ta mendojmë domethënë që jo vetëm çfarë të postoj, por mund të gjeneroj domethënë ide të ndryshme në pak sekonda. Këtë mund ta bëjë ChatGPT-ja dhe mund t'i ndani për shembull sipas atyre content pillars që kemi thënë, sipas në mënyrë edukuese, për shitje, për të argëtuar etj etj. Pra, mund ta përdorim për ndërtimin e content pillars të ndryshme. Pjesa për skriptet, për shembull na ndihmon që të strukturojmë videot, skriptet e videove tona, pra që ta ndërtojnë atë vëmendje në mënyrë më të mirë. Pra me hook, me vlerë, me thirrje për veprim, me një mesazh me një problematik të caktuar dhe jo thjesht skripte të rastësishme, domethënë, por të menduara mirë, sipas specifikave që ne ja japim. Te pjesa e hashtag dhe fjalëve kyçe, ChatGPT-ja mund na japi kombinime të ndryshme që përshtaten domethënë me industrinë tonë ose me kategorinë tonë. Pra jo thjesht hashtagje të përgjithshme si për shembull marketing, por të specifikuara mirë, për shembull për content, për social media management etj etj. Tek strategjitë mujore, mund ta përdorim për shembull siç kemi thënë për kalendarin e postimeve për 30 ditë, pra për një plan të plot kontenti që mund na duhet për klientë të ndryshëm. Pra edhe për të ndërtuar atë vlerën, që domethënë që ta japi të specifikuara, por edhe për të rritur brandin ton. Pra sipas komandave që ne ja japim, sipas strategjisë tonë. Pra po ta shikoni që nga moduli i parë deri tani, të gjitha domethënë lidhen me njëra tjetrën. Dhe po ti shikoni me detaje, janë të menduara mirë që të veprojnë bashkë, domethënë. Dhe gjithë kjo strategjia që ne kemi krijuar, qoftë edhe tek content pillars, edhe tek hooks, edhe tek captions, janë të lidhura me njëra tjetrën dhe ndërveprojnë me njëra tjetrën. Pra jo thjesht, domethënë, nuk do ta mendojmë thjesht, ok, më krijon një caption sot për këtë gjë, por do ta mendojmë se si mund ta përdorim ChatGPT si një mjet që të rrisi prezencën tonë online. Pra, duke filluar që nga plani, nga strategjia, nga idetë e kontentit, captions, skriptet, fjalët kyçe etj etj. Pra kjo është një avantazh që jo vetëm që ju lehtëson
punën, por edhe ju kursen dhe shumë kohë. Kalim tek moduli tjetër, tek si mund ta përdorim Meta Business Suite për analitikat, pra për të analizuar rezultatet në rrjetet sociale. Atëherë, pse na duan analitikat? Analitika do të thonë pa i pasur këto të dhënat, ne thjesht kemi një opinion për faqen tona, për strategjinë tona, për biznesin ton. Por me këto statistika dhe me këto të dhëna që marrim nga rrjetet sociale, atëherë ne do të mundemi që të rritemi në rrjetet sociale dhe të rrisim prezencën. Pra shumë njerëz postojnë çdo ditë, por nuk e dinë realisht se si funksionojnë këto të dhënat që ne i marrim. Pra këto statistikat që janë në rrjetet sociale, pra na tregojnë neve se si po rritemi në rrjetet sociale. Pra Instagrami na jep ato saves, ato shares që i marrim domethënë dhe na tregon se si po ecën faqja jonë. Pra në momenti që ne fillojmë të lexojmë këto analitikat, atëherë çdo gjë ndryshon sepse ne arrim të kuptojmë se si funksionojnë rrjetet sociale, pra edhe Instagrami dhe TikToku, por edhe çfarë lloj kontenti për shembull tërheq. Kush sjell më shumë reach, kush sjell më shumë pëlqime, çfarë shpërndahet më shumë, çfarë është ajo që sjell më shumë klient, pra çfarë lloj postimi apo video sjell më shumë klient, etj. etj. Pra ne duke i pasur këto analitika dhe duke i kontrolluar në mënyrë të herpashershme, atëherë ne thjesht jo vetëm që do të postojmë në mënyrë të rastësishme, por do të postojmë me një qëllim të caktuar. Pra do ta kemi parasysh që këto lloj postime shecin dhe do të vazhdojmë në këtë linjë. Pra analitika na tregojnë çfarë të bëjmë më shumë nga këto lloj postimesh, çfarë nuk duhet bëjmë nga këto lloj postimesh apo videosh. Çfarë janë KPI-t? KPI-t janë Key Performance Indicators, pra janë ato metrika ose ato si ta them elemente që na tregojnë se si po ecën faqja jonë apo se si po reagojnë njerëzit me faqen tonë. Pra janë reach-i, impressions, engagement rate, CTR-ja, leads, sales dhe ROAS. Pra çfarë janë këto? Shumë njerëz domethënë shikojnë tek postimet e tyre like-et ose shikojnë views-at gjithmonë dhe mendojnë që okay, faqja po ecën mirë. Por e vërteta është ndryshe, sepse likes nuk është se është pra pëlqimet ose likes nuk është se janë një indikator i mirë për faqen tonë. Okej, tregojnë që njerëzit i pëlqejnë postimet, por janë një pjesë shumë e vogël që tregon suksesin tonë. Çfarë ka rëndësi me të vërtetë janë këto pikat këtu. Çfarë janë këto tani? Këto KPI-t janë numrat real, domethënë që tregojnë se si po ecën ajo strategjia jonë apo si po ecin rrjetet tona sociale në mënyrën e duhur. Pra çfarë po funksionon dhe çfarë nuk po funksionon. Le t'i shohim shkurtimisht. Pra reach-i është sa persona unik e kanë parë postimin tënd ose videon tënd, kontentin tënd dhe sa larg po arrin. Pra, sa persona unik e kanë parë kontentin tënd. Impressions është sa herë shikohet postimi jot ose videoja jote. Pra, sa herë është shfaqur kontenti tek i njëjti person ose tek persona të ndryshëm. Pra, i njëjti person për shembull mund ta ketë parë 5 herë të ndryshme videon tënd dhe kjo është impressions. Dhe pra është 1 reach dhe 5 impressions. Engagement rate është sa përqind audiencës po ndërvepron. Pra, like, comment, save dhe share. Pra tregon sa i fortë është kontenti yt. Pra përqindja se si po reagon audienca tek postimi yt. CTR-ja është click through rate, pra është sa persona klikojnë tek linku jot në rrjetet sociale. Kjo është e rëndësishme për pjesën e trafikut dhe për pjesën e shitjeve që mund të ndërlidhet domethënë dhe me pjesën e website-it. Leads-at janë sa persona të interesuar po gjenerojnë domethënë shitje ose po gjenerojnë DM-sa, mesazhe, këto plotësimin e formave që i bëm në rrjetet sociale, të regjistrimeve etj. etj. Pra edhe kjo lidhet me pjesën e reklamave dhe me website-in. Janë sales, pra shitjet, sa prej këtyre të audiencës kthehen në klient real dhe ROAS është sa fiton një person nga
nga reklamet e tua për shembull. Domethënë sa të ardhura gjenerohen nga reklamat që ju keni. Pra ky është treguesi real i performancës që ju keni me reklamat tuaja. Pra ideja është që nuk do të fokusohemi vetëm tek pjesa se sa bukur duken postimet tona apo videot tona, po se sa efektive janë. Pra duhet fokusohemi tek këto numra. Këto janë më të rëndësishme dhe këto tregojnë se sa të suksesshëm jemi në rrjetet sociale. Pra kjo është ajo e vërteta e rrjeteve sociale, se si rritemi. Atëherë ndryshimi midis reach dhe impressions e tham që është reach është sa njerëz unik e shikojnë postimin dhe impressions është sa herë shikohet postimi. Pra, shpesh herë këto dy gjëra ngatrohen, por ideja është që reach është tregon se sa persona unik e kanë parë videon apo postimin, pra çdo person numërohet vetëm një herë. Pra është person unik. Çdo person i audiencës është person unik, ndërsa impressions është sa herë në total është shfaqur kontenti tek audienca. Pra një njëti person mund ta shikojë disa herë videon apo postimin tënd, apo foton tënde. Pra një person mund ta shikojë 10 herë postimin tënd, reach do të jetë 1, ndërsa impressions do të jetë 5 ose 10 ose 20, pra sa herë shikon. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse nëse kemi reach të lartë, atëherë kjo tregon që po arrim audiencë të re, pra po arrim njerëz të rinj. Ndërsa nëse kemi impressions të larta, pra të mëdha, atëherë kontenti tregon që po rishikohet nga audienca jonë aktuale ose e re. Pra ne duhet që të kemi një kombinim të këtyre të dyjave. Pra jo vetëm që të mbajmë audiencën që kemi, por edhe të arrijmë një audiencë të re. Tek pjesa e ndryshimit midis engagement dhe conversion. Pra, engagement është like-et, share, komentet që marrim në rrjetet sociale, ndërsa conversion është pra si kthehet kjo like, share dhe koment. Kthehet në DM, pra njerëzit na shkruajnë në inbox, kthehet në lead apo në shitje. Pra shumë, siç e tham në fillim, shumë njerëz fiksohen tek like-et, okay, të marr shumë like, tregon që postimi jon po ecën ose po marr shumë content, shumë komente, pra tregon që po ecën. Po kjo nuk është e vërtetë. Po ta shikojmë për shembull, kemi akaunte që marrin shumë like dhe shumë komente, por nuk kanë shitje. Dhe nga ana tjetër kemi biznese apo kemi personal brande që nuk marrin pothuajse fare likes ose komente, por në të vërtetë arrin që të shesin. Kush është ky ndryshimi? Pra këtu është problemi. Pra engagement nuk është ai që kthehet gjithmonë në shitje, por është conversion. Pra ne mund të kemi ndërveprim nga audienca, pra mund të marrim shumë like, share dhe komente, por kjo nuk tregon realisht se sa njerëz janë të interesuar për ta blerë produktin apo shërbimin tuaj. Nga ana tjetër, conversioni është ajo që tregon atë suksesin real, pra tregon që një postim merr shitje, domethënë kthehet në shitje dhe kthehet në klient real. Pra këtu duhet ta bëjmë dallimin midis këtyre të dyjave. Pra nuk duhet mashtrohemi gjithmonë nga like-et, nga sa share merr postimi, por duhet shikojmë se sa njerëz realisht interesohen, pra na shkruajnë në DM dhe interesohen realisht për produktin apo shërbimin tonë. Pra në fund të ditës ne duam që të gjenerojmë sa më shumë klient dhe sa më shumë shitje dhe jo të marrim like, share apo komente. Si lexohen insights-at? Pra insights-at janë ato rezultatet në rrjetet sociale që ne i marrim nga Instagrami apo nga Meta apo nga Facebooku. Pra ne shikojmë. Pra shumë njerëz për shembull futen në Instagram dhe shikojnë insights-at, i shikojnë për shembull për pak sekonda dhe i mbyllin pa kuptuar asgjë. Po në të vërtetë ne duhet t'i lexojmë në mënyrën e duhur. Pra këtu marrim ato përgjigje dhe ato rezultatet reale se sa i suksesshëm është kontenti jon. Pra ku duhet të fokusohemi? Ne duhet të fokusohemi tek top post, pra postimet që janë më të mira. Shikojmë cilat postime kanë performuar më mirë tek faqja jon. Këto domethënë tregojnë se çfarë lloj kontenti ne duhet të bëjmë në vazhdim dhe çfarë lloj kontenti funksionon. Pra ky është kontenti që ne duhet të bëjmë më shumë. Tek best hours, pra orët në të cilat audienca është më aktive dhe ndërvepron më shumë me kontentin ton, pra shikojmë
nëse postojmë në kohën e dur, atëherë do t'i rrisim ato shanset për të kapur audiencën dhe për të gjeneruar sa më shumë ndërveprim tek kontenti jonë. Tek audience age, pra tek mosha e audiencës, kemi moshën e audiencës pra që na ndihmon që të përshtasim atë me strategjinë tonë, pra çfarë lloj komunikimi duhet bëjmë, si duhet flasim, qoftë për audiencën e re, për audiencën e vjetër, për moshat të caktuara që kemi, pra se si duhet ta përdorim strategjinë tonë për të arritur këtë lloj moshe. Pra futemi tek insights dhe shikojmë cilat mosha për shembull janë që aktivizohen më shumë dhe ndërveprojnë më shumë me kontentin tonë. Si bëhen këto insights, këto shikohen tek meta, që do t'i shikojmë pak më vonë. Në vazhdim. Pjesa tek, për shembull, shikojmë qytetet dhe shtetet që janë më aktiv, pra nga cilat qytete vinë ndjekësit tonë ose vinë audienca jonë që është më aktive, dhe janë shumë të rëndësishme sidomos për bizneset që janë, domethënë, lokale, që duan të kapin një shërbim apo të shesin një shërbim në rang lokal, pra sa më afër. Saves dhe shares, pra shikojmë këto sinjale që marrin, pra sa ruhet postime dhe sa shpërndahet, edhe kjo gjithashtu si postimet më të mira, duhet shikojmë si metrik, domethënë si sinjal që këto lloj kontenti duhet i bëjmë më shumë sepse marrin më shumë angazhim dhe më shumë interesim nga audienca. Sepse njerëzit që e ruajnë postimin dhe që ndërveprojnë me postimin ose e shpërndajnë për shembull, do të thotë që realisht janë të interesuar dhe është diçka, domethënë, e dobishme për ne. Pra këtu duhet përforcohemi më shumë. Pra insights-at në rrjetet sociale nuk janë thjesht numra, por janë sinjale që na tregojnë se si kontenti ynë po performon dhe çfarë strategjie duhet ndjekim që t'i kapim këto lloj audiencash, domethënë. Raportimi mujor, çfarë është raportimi mujor? Pra nesër pas nesër, nëse ju merrni një klient të caktuar, mund të bëni raportime mujore nëpërmjet këtyre insights-ave, pra tregojmë çfarë është postuar, rezultatet, çfarë ka funksionuar më mirë, çfarë nuk ka funksionuar dhe plani se si do të veprojmë në muajin tjetër. Pra, ka nga ato klientë që ju kërkojnë këtë gjë, që duan për shembull në fund të muajit të shikojmë se si ka ecur faqja jonë. Çfarë bëni ju? Nëpërmjet këtyre insights-ave tek rrjetet sociale, arrini të grumbulloni këto si informacione dhe bëni një raportim mujor. Pra shumë njerëz, domethënë, ose klient ose ato që krijojnë kontentin, mendojnë që puna mbaron tek pjesa e postimit, postuan dhe mbaruan. Kjo nuk është e vërtetë sepse këtu është ajo analiza e vërtetë që ne duhet ta bëjmë tek faqet tona. Pra shikojmë se si po ecën faqja jonë dhe çfarë do të ndryshojmë, çfarë duhet bëjmë më shumë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë, pra çfarë nuk funksionon. Pra, sepse klienti në fund të ditës nuk paguan thjesht për postime, por do rezultate. Dhe do rezultate reale, do të kuptojë se si po ecën faqja e tij, si çfarë është bërë gabim, çfarë është bërë mirë dhe si është pra progresi, si po ecën faqja. Dhe raportimi mujor dhe raportet mujore, domethënë e tregojnë realisht këtë gjë dhe është në mënyrë konkrete, pra një analizë që i bëhet faqes së biznesit. Pra çfarë u postua, mund të bëjmë një përmbledhje për shembull të kontentit gjatë muajit, pra reelsat që janë postuar, postimet, storyt që janë postuar, tek pjesa e rezultateve shikojmë numrat kryesore, pra ato metrikat kryesore, shikojmë reach-i, sa është reach-i për shembull për një muaj, për një javë, sa është angazhimi, likes-et, shares, sa klikime ka marrë për shembull në story, në website etj, dhe sa shitje janë bërë për shembull. Tek pjesa e çfarë ka funksionuar tek postimet apo tek videot, shikojmë për shembull cilat formate janë ato që performojnë më mirë. Janë video të reels, janë postimet karusel, janë storyt, pra shikojmë çfarë ecën më mirë dhe çfarë sjell atë performancën më të mirë tek postimet tona. Çfarë nuk ka funksionuar? Shikojmë për shembull çfarë nuk jep rezultat. Cilat janë ato postime që nuk e tërheqin audiencën dhe nuk kanë rezultate. Dhe pse? Domethënë, a është huku keq,
A është captioni që nuk është bërë në mënyrën e dur, apo është diçka tjetër. Në këtë mënyrë, domethënë, ne i shikojmë këto postime që nuk kanë nesër dhe analizojmë, i shikojmë a duhet bëjmë më shumë si këto, a duhet ndryshojmë diçka, apo është okay dhe duhet vazhdojmë t'i bëjmë. Tek plani për muajin tjetër, për shembull, mund të bëjmë këto raportimet që thash, për shembull, që mund t'ja paraqesim klientit, pra këto bazohen tek metrikat reale dhe tek këto statistikat reale që ne i shikojmë tek faqja dhe shikojmë çfarë duhet përmirësojmë dhe çfarë nuk duhet të fokusohemi pra. Pra kjo është diferenca midis një profesionistes dhe një personi tjetër. Pra, një profesionist në rrjetet sociale shikon domethënë rezultatet reale dhe është në gjendje që ta masi domethënë suksesin dhe si ka ecur faqja. Dhe jo thjesht të postoj për sot dhe ka mbaruar punë. Pra është një diçka që është e matshme dhe këtë rrjetet, pra këtë meta neve na e ka dhënë domethënë dhe kohët e fundit kjo është përforcuar shumë dhe është forcuar shumë dhe na i tregon realisht domethënë si funksionon. Ta shohim në mënyrë konkrete, pra futemi tek meta, pra që ju ta keni të qartë pak a shumë se si funksionon. Deri këtu tek pjesa teorike, a kishim ndonjë pyetje? Jo. Okej. Ta shohim konkretisht se si funksionon kjo tek meta. Nuk e di deri tani a keni lidhur faqen tuaj domethënë tek meta midis Facebookut dhe Instagramit? Unë po? Okej, super. Sepse meta e kërkon patjetër këtë në mënyrë që të japi këto insights, domethënë. Në momentin që ju e lidhni, siç ju kam shpjeguar dhe në herën e parë tek pjesa e metës, tek paneli, ne futemi tek biznesi që kemi, mund të jetë çfarë do. Për shembull, futemi tek një biznes i caktuar ose tek faqja jon dhe jemi tek pjesa e accountit. Nuk e ke lidhur? Ke pasur vështirësi apo thjesht ke harruar ose Nëse ke vështirësi për ta lidhur, atëherë më thuaj që unë të bëj një video dhe ta dërgoj tek grupi. Okej, atëherë vazhdojmë. Pra jemi tek meta. Për ta aksesuar këto insights-at ton, domethënë nëse e keni përdorur, atëherë mund t'ju shfaqet tu, nëse jo, shkojmë tek All Tools. Dhe tek paneli domethënë këtu, ose mund ta kemi, pra nëse e keni përdorur, mund të shfaqet këtu tek insights-at, ose nëse nuk na shfaqet tu, këto janë shumë opsione, atëherë ne shkojmë tek search dhe bëjmë insights. Pra futemi tek insights të biznesit, të faqes tonë. Dhe në këtë formë tani, këtu kemi panelin dhe na shfaqen domethënë opsione të ndryshme se si ne mund ta shikojmë. Pra këtu kemi një overview, pra shikojmë performancën reale se si ka ecur faqja jonë. Pra këtu kemi në Facebook dhe në Instagram, e shikojmë në kohë reale se si funksionon kjo. Pra kemi në Facebook dhe në Instagram. Pra, falni. Pra e shikojmë këtu overview, pra kemi bisedat, pra conversations, reach-i, pra sa ka arritur faqja jonë, pra nga followersat, nga ato që nuk i kemi ndjekës, sa follow ka marrë, sa unfollow, pra janë meta i tregon këto në mënyrë specifike në kohë reale, pra në kohën që ne jemi. Këtu kemi rezultatet, pra konkretisht mund të shikojmë në Facebook dhe në Instagram se si ka ecur faqja jonë, pra shikojmë views. Pra, e mira e kësaj është që për secilin nga këto pika, ne mund ta shohim konkretisht dhe mund ta shkarkojmë. Pra, nëse kemi një klient të caktuar që do t'ja paraqesim tek ai raportimi mujor që tham, atëherë çfarë bëjmë? E bëjmë në mënyrë praktike këtu, e bëjmë export dhe e shkarkojmë ose si imazh ose si PDF.
Pra në këtë mënyrë, nëse e shkarkojmë këtu PDF, kjo do pak kohë sepse ka shumë të dhëna. Pra kjo shkarkohet dhe shikojmë në mënyrë reale se si ka ecur me shikime faqja jonë. Pra, sipas datave këtu, shikojmë dhe shikimet. Në këtë mënyrë ne realizojmë pra datat dhe shikimet se si kanë ecur. A kanë rënë, a janë ulur, pra këtu në Meta na tregon vetë se si kanë ecur postimet tona dhe si ka ecur faqja jonë. Pra, duke i shkarkuar këto, për shembull, ne i bëjmë gati dhe i kemi direkt që t'ja paraqesim klientit, pra edhe për vete, por edhe për t'ja treguar klientit si ka ecur faqja jonë për shembull në fund të muajit ose në një periudhë të caktuar. Pra, Meta na jep këto opsione, na jep për shembull javën e fundit, muajin e fundit, këtë javë, këtë muaj, këtë vit, pra kemi të gjitha ose me një periudhë specifike, për shembull për 4 ditë, për 2 ditë në një kohë të caktuar, etj etj. Pra ne për shembull e duam këtë muaj, si ka ecur. Dhe ja, në këtë mënyrë në pak sekonda Meta na i shfaq direkt se si ka ecur faqja jonë. Pra shikojmë viewsat sipas ditëve, ja këtu na i tregon për shembull sa views kemi marrë në 11 prill. Në 15 prill. Pra e shikojmë realisht se sa kemi marrë në kohë reale. Pra ne nuk lodhemi dhe futemi për shembull tek faqja në Instagram apo në Facebook që t'i shikojmë postimet me radhë, por futemi tek Meta dhe i kemi në mënyrë të detajuar të gjitha të dhënat. Pra shikojmë në Facebook dhe në Instagram, shikojmë viewsat, shikojmë reach-in dhe të gjitha mund t'i shkarkojmë dhe mund t'i kemi të gatshme për t'i paraqitur si një analizë për klientin. Pra shikojmë reach-in, siç e përmendëm tek ato KPI-t, kemi se si ka ndërvepruar audienca me kontentin ton, pra në ditë të caktuara, sa herë janë klikuar linqet, pra qoftë në reklam apo tek postimet tek storyt, pra Instagram link clicks, shikojmë vizitat në profil, pra këtë muaj se sa vizita në profil ka pasur, shikojmë sa follow kemi marrë, pra kemi një rritje me followersa, pra këtu e kemi në mënyrë të detajuar. Tek pjesa audiencës, tu shikojmë për shembull followsat në kohë reale, pra shikojmë ndjekësit në kohë reale të audiencës të faqes tonë. Pra kemi moshën dhe gjinin. I shikojmë këtu për shembull moshat specifike, kjo do të na ndihmojë domethënë për të bërë ato strategjinë tonë, për të vazhduar pra për të targetuar këtë lloj audiencë, pra meshkuj dhe femra. Shikojmë, i kemi të gjitha të specifikuar. Pra top qytetet, kush është angazhuar më shumë nga këto qytete, top shtetet, pra cilat shtete janë angazhuar më shumë nga audienca jonë, dhe këto mund t'i bëjmë, pra trendet, shikojmë followsat si e kemi marrë në data të caktuara, shikojmë kontaktet, pra si kemi marrë mesazhet në kohë të caktuara, pra shikojmë sa unfollow kemi marrë, sa follow kemi marrë, pra audiencën potenciale, pra këtu i kemi në mënyrë të detajuar. Pra kjo është një mjet shumë i fuqishëm marketingu që ne mund ta përdorim qoftë për vete, por edhe për t'ja paraqitur klientëve ton apo një klienti potencial që mund t'ja ofrojmë pra si rezultate që ne kemi marrë me klientët tanë. Pra shikojmë top qytetet, top shtetet ku mund të targetojmë. Pra Meta duke pasur ato algoritmin që analizon postimet tona dhe video tona, atëherë ajo i ndërton këto lloj metrikash dhe këto lloj insightsash. Pra na i tregon në mënyrë specifike. Ktu pastaj vazhdojmë tek mesazhet, pra shikojmë se si kemi marrë kontaktet apo mesazhe të ndryshme, sa biseda kemi marrë, pra në mënyrë organike këtu në mënyrë nëpërmjet reklamave, pra këtu kemi një rënje, një rritje, pra i shikojmë në mënyrë specifike. Kontaktet e reja, organike, me pagesë. Këtu kemi tek pjesa e kontentit, kemi analizë se si ka ecur postimet dhe video tona, pra shikojmë, këtu i kemi të gjitha, kemi postimet vetëm, storyt vetëm, pra edhe këtu mund t'i zgjedhim qoftë për Facebook apo për Instagram. Zgjedhim periudhat e caktuara, pra për këtë muaj shikojmë overview, pra në mënyrë të përgjithshme si ka ecur me grafik, dhe këtu duke kaluar mausin për shembull ne mund të shikojmë
në momentet të caktuara si ka ecur kontenti organik dhe kontenti nëpërmjet reklamave. Pra, sa views kemi marrë nga kontenti jonë gjithsej në 11 prill, nga në mënyrë organike 10.000, në mënyrë me pagesë, pra nëpërmjet reklamave, ads 29.000. Pra këtu e shikojmë analizën e plot nga 1 prilli deri në 21 prill, deri në 23 prill si ka ecur. Pra kjo është diçka fantastike. Pra në vazhdim shikojmë për shembull kontenti top, kush ka ecur më mirë me viewsa. Këto janë postimet. Duke parë këtë për shembull siç e përmendëm dhe më herët tek pjesa teorike, shikojmë cilat nga ato postime duhet të bëjmë më shumë. Këto lloj postimesh, këto janë top kontenti që ne duhet i përforcojmë. Pra shikojmë këtu si kanë ecur. Kjo ka marrë për shembull 46.000 views. Kjo ka marrë 29.000 views. Pra kjo është ideja. Ne duke analizuar këto insights dhe këto rezultatet në rrjetet sociale, atëherë ne do të jemi në gjendje që të bëjmë dhe strategji në vazhdim. Pra çfarë lloj kontenti duhet bëjmë më shumë dhe çfarë lloj kontenti duhet të shmangim. Vazhdojmë për shembull top content formats, formatet më të mira ku është angazhuar më shumë audienca, për shembull në story apo në postime. Shikojmë për shembull reach-in, cilat nga postime ka marrë më shumë reach. Vazhdojmë këtu, cilat ka interactions më shumë, pra ndërveprim më shumë nga postimet. Kjo ka 1500 për shembull, 360, 207, pra janë të gjitha të matshme dhe të prekshme në Meta Business Suite. Pra këtu i shikojmë tek pjesa e kontentit cilat postime janë. Shikojmë për shembull këtë muaj ose vitin e fundit. Këtu mund t'i filtrojmë për shembull tek pjesa e llojit të kontentit, mund të shikojmë vetëm postimet. Këtu janë vetëm postimet dhe shikojmë për shembull data kur është publikuar, reach, sa reach ka marrë, sa like dhe reactions, sa është shpërndar postimi, sa është shikuar për shembull, sa është koha që e kanë shikuar videon mesatarisht për shembull, etj, etj. Këtu për shembull mund të shikojmë storyt, fotot, me radhë domethënë, ose mund t'i shikojmë të gjitha për një herësh, kush ka performuar më mirë, ose mund t'i shikojmë për shembull mund t'i kërkojmë direkt një caption të caktuar, për shembull flokët ose diçka të tillë, për shembull një postim që ka flokja, rënja e flokëve, e shikojmë dhe e gjejmë direkt. Pra është një mjet shumë i fuqishëm që mund ta përdorim. Pra kjo ishte pjesa se si mund të bëjmë atë analizën e insightsave që ne mund na duhet për vete dhe për klientët tanë. Detyra që keni është që të krijoni 5 captions të ndryshme, pra për fusha të ndryshme, nëpërmjet strukturës që përmendëm në fillim, dhe 10 hooks, pra me ato formulën tonë që kemi përmendur në mënyrë të strukturuar dhe që kap atë audiencën nëpërmjet atyre problemit, të gjitha teknikave që kemi përdorur. Dhe nëse keni account tuaj për shembull, mund të dorëzoni një raport mujor performance, pra të shikoni viewsat dhe të lexoni të gjithë metrikat që pam deri tani. Kam qenë i qartë deri tani ndonjë pjesë ku? Këtë pa problem edhe nëse nuk e keni, domethënë nëse nuk keni të dhëna tek Meta, nuk ka problem. Mjafton t'i shikoni dhe nëse i keni atëherë mund m'i dërgoni. Nëse keni një person të afër, domethënë që mund ta ketë Metën, atëherë mund t'ia shikoni dhe ta dorëzoni këtë si raport, ose nëse nuk keni s'ka problem. Okej, super. Faleminderit juve. Ndonjë pyetje tjetër? Qoftë edhe nga modulet më përpara. Okej, super. Atëherë kaq ishte edhe moduli për sot. Ju falenderoj. Për çdo gjë
më kontaktoni dhe në privat ose te grupi, nëse nuk keni të qartë tek pjesa e metrikave ose nëse nuk arrini t'i gjeni tek meta, atëherë mund më thoni dhe ju a tregoj. Faleminderit ju edhe një herë dhe shikohemi në modulin e ardhshëm. Natën e mirë.